I bjen kriptot, I merr paret cash. Baba I kripto në Kosovë. 2.87 trilion. Pa dyshim që shqiptarët në këtë botë një next stand full në kripto. Po çka nëse ne bëjnë një sasi të madhe të parë, ku I marr paret? Shënjestër.net. Ato ka bo marak mi mësu kriptovalutat. Jena ardhur sot te Crypto Albanian, që janë baba I kripto në Kosovë, për me mësu ma shumë. Da, qështi? E I mirë? Mirë se erdh. Mirë se e gjetëm, që ta nxesë qëtë mikrofoni herë, se nuk një njërzia. Qështi, qësht po kalen? Mirë, super. Qësht po I cim punë? Mirë, s'nalet, kripto s'nalet kur. Ko plot që I njohin, po për ata që nuk kanë dëgju për Crypto Albanian, na mund është më na kallëzu paka shumë. Qa bëni? Crypto Albanian është një kompani, në fakt është e vetmja kompani në rajon që mirët 100% veç me kriptovaluta. Qësht kina arrit këmbimurën më të madhe në botë me pas bashkëpunim me ta? Në fakt një prej sebepeve kryesore është komuniteti që na kena ndërtu. Kombimorët e mëdhaja serioze që janë shumë të fokusume në mbështetjet e edukimit. Na edukimin e kena primar, kështu që kjo ka në fillimisht ura lidhse, pastaj ka edhe konferenca që kena bërë bashkë me Binance, edhe tash evente tjera që jena të I bërë në krejt Ballkanin. Para pareve dëhet edukimin. Porosia kryesore është që mos me hinë kripto, pa u eduku të paktën mi ditë do baza ose do terme shumë bazike mi mësu, se për ndryshe sigur t'i hu paret. Kjo është arti total kapitalizimi tregut në kripto, që për momentin është 2.87 trilion, që njëkohësisht nënkupton që është një treg financiar shumë I ri. I vjen kjo që këtë kriptovalutat që janë mbledh qëto, ha? Qëto, sa. Na qëty një vithojna kandila. Unë edhe pse jam analist teknik, e kuptoj këto se veç qka s'flejmo me to. Këto dy kandidat janë emocione. I kuqi është njerë që përshesin se emocionet për thojnë me shqit, I gjelbërti është njerë që kam ble se emocionet I kanë thonë me ble. Kështu që do të me kuptu aspektin psikologjik, tani edhe aspektin analizës teknike dhe me në që kompletosh ose si trader ose si investitor. Në kripto po mundesh me popore, po normalisht llogaritë që mundesh edhe me I hub, bile ma shumë llogaritë që mundesh me I hub se sa me bo. Po kthejna apet e edukimin, nëse eduku është mirë, menoj si keme komprej që aty në që keme fitu. Po nesër e kena eventin Mitrovic, është Binance Learning Lab. Binance Learning Lab janë do eventet vogla që organizojna bashkë me Binance në krejt Ballkanin, për me I ftu njerë cilët janë tri në kripto, që s'din kripto me mësu paka shumë për kripto, po edhe ata që veç janë kripto, me I avancu njohurit e tyne. Kjo është njëri prej llojet e eventit. Eventet tjera që I bojna janë meetupat bashkë me Binance-ën, I ardhshmi është në Tiranë me 27 nëntor, bile I ftoj kush është atje me ardhë, sepse është event maj madh se sa këta tjerë. Aty ofrohen ma shumë edukim, është event me Binance Academy, ofrohet edukim ma I avancuar, normalisht e kena një traditë që kena bërë që në çdo event I japim do shpërblime ndryshme për arsye të ndryshme, po njëna prej aty është që me u lidh me komunitetin sa ma shumë. Në kripto në Kosovë nuk përdoret veç për me tregtu, po përdoret edhe për pagesa ndërkombëtare. Këto jena në klasën e? Blockchain dhe Crypto Academy, kursi që zhvillohet fizikisht në zyret tona. Qaj që vjen qëtë kurs, edhe fokusohet mësim, edhe normalisht mas mësimit ja jep hakun mësimeve edhe të shtëpia, kur të merr certifikatin prej qituit, ka me konë gjenje me tregtu vetë, pa I një mu kërkushesh, edhe mbi gjitha ka me konë gjenje me I kontrollu emocionet e veta gjatë tregtimit. Jena të këmbimorja e Crypto Albanian, ose që është njët Crypto Albanian Exchange, që gjindet të rruga e Hekurudhës, ku shit zalli për para, dhe më thonë qëtë adres. Njëtën adres në I kena edhe zyrit edhe krejtësen e tjera. Qka ndodhë të është po ta lidhi me një pytje. Shumë njerës, kur t'him fillimisht në kripto, thojnë, po qka nëse ne bëjnë një sasi të madhe të pare, ku I marë paret, e për që ta shërbejnë këmbimorit edhe exchange-at. Tena në Kosovë funksionan kështu, I bjen kriptot, I merë paret cash, nëse dënë me blej kripto, I bjen paret cash edhe I merë kriptot. është qika që thjesht, qika që letë, fatmirësisht jena me një vend që nuk ka shumë ligjet që të blokojnë këtë aspekt, po është këgja fleksibil ligjin Kosovë, kështu që deri tash ka funksionu mirë. Nuk jena në atë vetëmi exchange, ka dhe tjera, po që kjo është shërbimi që e kryen një këmbimor e kriptov në Kosovë. Qa kështë mujtë mi ofru shikuesve të tënë si Crypto Albanian? Çdo sen që na ofrojna, për shikues e shënjestës, normalisht e ofrojna në mënyrë ma speciale edhe me zbritje. E para edhe e dyta, përshfrytëzoj rastin tash këtu para kamerës, mi ftu krejt njerëz me përcjell rrjetet tona sociale, ato e gjojnë një postim rreth kursit që e kena Binance Academy me Blockchain dhe Crypto Academy, është kurs falas, zhvillohet online, shumë I lehtë për munjek,
mësimet i japim na, që ata profesorat e njëjtë që japin mësim këto, i japin edhe ato, kështu që nëse dënë me mësu që ato bazat që fola për kripto, hinë që atë kurs edhe besoj që kemi apo hojnë. Shënjestër.net